Këtu është horoskopi i diel 16 mars 2025 për ju. Mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Një ditë ndriçuese që mund të sjellë përfitime dhe lajme interesante. Dëshira e madhe për të rikuperuar pasionin. Demi. Dashuria mund të lindë pa pritmas. Ju mund të keni revolucionarizuar tashmë jetën tuaj, por më e mira është ende për të ardhur. Njoftime. Binjaket. Situata do të jetë e mirë për sa i përket kontakteve. Duhet pak durim, por dita është pozitive. Gaforja. Dita me një aluzion nervozizmi për shkak të disa mendimeve të lindura ditëve të fundit. Butësi që i mungon dashurisë, nëse ju pëlqen dikush, dilni përpara me kujdes sepse dita nuk është e duhura për të folur. Luani. Nëse një dashuri nuk funksionon, mund ta veni në dyshim. Kujdes nga shpërqendrimet, veçanërisht për ata që janë në shkollë ose janë duke studiuar për kolegj ose punë. Virgjeresha. Shërimi mirë në këtë ditë të veçantë. Në dashuri, ju jeni fituesi. Një sukses i vogël që vjen së shpejti. Peshorja. Është shumë e rëndësishme të tregoheni të kujdesshëm me shpenzimet tuaja, duket se jeni të hidhëruar ose po mendoni për një ndryshim. Në agjitacion dashurie sepse dikush nuk u përgjigjet kërkesave tuaja. Akrepi. Mund të vijë ndonjë pasion verbues, mos harroni se nuk ju pëlqejnë lidhjet shumë të ngushta dhe kjo është arsyeja pse shpesh bini në dashuri me njerëz që janë larg ose që nuk kufizojnë gamën tuaj të veprimit. Shigjetari. Ju po kaloni një periudhë kurioze të jetës tende. Nuk dini nëse do të vazhdoni ose do të ktheheni përsëri. Në dashuri jeni mjaft i shqetësuar. Britsjapi. Faza e motit të kthjellët ose të ndryshueshëm, veçanërisht gjatë mëngjesit, kujdes nga luhatjet e humorit. Për çështje burokratike ka kaq shumë për të rishikuar. Ujori. Mund të ketë disa trazira në zemrën tuaj. Disa probleme në shtëpi për t'u zgjidhur, shpenzime të papritura. Peshqit. Tregohuni të kujdesshëm dhe bëni vetëm gjërat e nevojshme dhe mbi të gjitha shmangni konfliktet. Shpenzimet për shtëpinë janë shumë, unë i ndryshoj për një kontratë. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mirë.